Të ndëruar xhamatli, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam si shpjegues dhe komentues praktik i shpalljes së Zotit ka ardhur për të na treguar neve se si kalohen ditët dhe netët e kësaj bote. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ja kishte mundsuar sahabeve të vet, shokëve të vet, që donjëherë të shohin edhe detale, imëcira nga jeta e vet, në mënyrë që pastaj të komunikohet edhe shpjegimi atyre gjërave. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam donjëherë e shfaqte edhe ujin e guslit që kishte marrë në trup. Për çfarë arsye? Në mënyrë që të komunikohen disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i zellshëm për ruajtjen dhe kujdesin e qetësisë shpirtërore, që njerëzit sot e quajnë me terma të ndryshëm. Apo lumturia e kështu me radhë, mirë, po për qëllim është ajo që e ka quajtur pejgamberi sa tibun nafs, rehatia e shpirtit, harmonia e shpirtit, disponimi i shpirtit. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam del prej shtëpisë së vet dhe shihen te ai gjurmët e ujit, ka marrë gusl. Dhe sahabët e presin çdo detaj te pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe i thonë ja Rasulullah, sot kanë shumë i disponueshëm. Dhe thot transmetuesi, dhe menduam normal se ka kaluar me familjen e vet. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajal, po, walhamdulillah, dhe falëndërimet i takojnë vetëm Allahut për këtë disponim. Pastaj çka tha? Tha, në mezhlis u përmend pasuria. E pejgamberi çka tha? Tha, s'ka problem për pasurinë, për atë çka i devotshëm. Shëndeti për të devotshëm më i mirë se pasuria. Dhe pastaj tha, disponimi i shpirtit është për begative. Disponimi i shpirtit është për begative, të nderuar xhamatli. Ne sot shohim njerëz të cilët paguajnë, japin pasuri për të ruajtur stabilitetin e shpirtit. Na sot shohim njerëz në përbot, të cilët i kanë kreta rrethanat ekonomike, e kështu me radhë, kanë pozita në shoqëri, megjithatë e gjenë tentim për vetvrasje, pi hapa. Pse pinë sot njerëzit hapa? Pse janë shtuar konsumatorët e hapave qetësues? Pse më herët s'ka pas? Me çka janë qetësuar ata? Janë qetësuar me iman, janë qetësuar me islam, janë qetësuar me Kur'an. E sot çka duhet me konsumu diçka? Për këtë arsye sot njerëzit, a e dini pse konsumojnë edhe mëkate? Pse ngonaj non stop muzikë? Pse nai non stop qir me dal dikon më shëtit veç me hum kohën? Pse ai non stop qir me edhe me bredh në për qytet? Pse ai vazhdimisht qir me si çdo ta përmendim me leja Allahu që është bë fenomen shumë i rrezikshëm dhe jashtëpër konsumimi i lëndëve narkotike. Me këta lloje të veta. Pse i konsumojnë njerëzit këto? A dimë pse e konsumojnë alkoolin? Veç me largu brengën. Me ngulumre, edhe në poezi që ashtu e quajnë, edhe në këngë që ashtu e quajnë, hek ma mërzien. Ama nuk heket mërzia. Nuk heket mërzia pos me iman, nuk heket mërzia pos me moral, nuk heket mërzia pos me atë çka e ka legjitimuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dha pejgamberi alaihi salatu wasallam, qetësia dhe harmonia e shpirtit është për begative. A numërojmë na begati? A numëron ti begati që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu ta'amu yawmihi 'indahu ta'amu yawmihi fa ka'annahu hizat lahu ad-dunya. Çka ka thënë pejgamberi sallam? Ka thënë, ai që qohet në sabah i sigurt për veten e vet dhe e vlat të vet. A di çfarë do të thonë ti mu qu i sigurt familjen tonë? A e numëron ti këtë ajo? A e di që ka njerëz të qohen sigurt? A i qohet njerë vetë i këshyra, ka rrezik për me vrajo, luftat të ndryshme, e kështu me radhë, pastaj del me 100.000 pasiguri. E ti nuk e ki që ta. Kjo është begati. Ka thënë alayhi salatu wassalam, i shëndetshëm në trupin e vetë. Begati. Kjo veç ti kur qohesh sabah, s'ki as një smunje, kjo minjarë duhet me ti ngrit ato nivelet e disponimit. Elhamdulillah, këtë shëndet kam. Kjo do të më shkakton vetveti ti disponim. Ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe ka buk për një ditë. Të ndëruar xhamatli, mbas ti hadithi, sa kena na, sa do të më kanë të lumtur? Në nivelet më standarde që të na e llogaritin me punu, me rrog, llogaritet që i varfërije. Tani do paret vinë mujore. Ai shka ka mujore
barë mujnë e ka të siguru për ushqim. Apo do më thonë këtë 30 dit i ka. E nësë më ka thonë jo, në ditën e sotshme nëse e ka të siguru me, ja ka pru Allah i këtë dunjajën pasuri që ty. Pse nam dikush ka për një muj me angë buk, dikush ka për gjys vjeti me angë buk, dikush ka për një vjet, dikush ka pa makia ka siguru edhe nipave. Ka pasuri, Zoti i ka dhënë pasuri, ama lumturinë se ka, rahatin se ka. Për çfarë arsye? Sepse ki nuk dimi numru, nuk dimi kalkulue. Ki hiç se ka shti shnetën aty, hiç se ka shti që janë i sigur, se ka shti në llogari. Apo i ka shti veç ato shifrat 500.000, 500.000. Ku e lave shnetën? Ku e lave që ki e vlat? Ku e lave që s'po të ngucë kërkush? Ku e lave që nuk je indjekt? Kretë janë pasuri, numroj. Kur ti numroj shke, qka do? Qka tha alejhi salatu wassalam? Feke ennema hizet, sikur Allah ja ka sjell këtë botën për para vetë. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, shikoni pejgamberi alejhi salatu wassalam sa i vendoste kujdes harmonisë shpirtërore. Një ditë për ditëve ju tha sahabeve, tha mu shumë pëlqen me menu mirë. Fe'li, tha një Rasulullah, çka e ki për qëllim? Tha kelimetun tayyibe, një fjalë mirë. Një fjalë mirë. Një fjalë mirë. Dietar kur kanë shpjeguar këta, kanë thonë këtë Kur'anin Allahu e ka thujt fjalë mirë. Këtë Kur'anin e ka thujt fjalë mirë. Një studim që e kanë bërë disa prej të huajve, jo muslimanëve, në botë, në Kinë dhe në Japoni, e kanë marrë një gotë ujë, edhe një gotë tjetër. Ujë këne. Edhe të njëni ujë, ato s'kanë Kur'an. Na kena Kur'an, elhamdulillah, po që adina kimetin. Të njëna gotë e ujit, të njëna pjesë e ujit, kanë fillu me folë fjallë ndyta, fjallë të liga, fjallë të pista, fjallë që nervozojnë e kështë të mëra. Dhe fjallë të ujit tjetër kanë fillu me folë fjallë të mira, fjallë begati, mirësi, pasuri, qetësi, e kështë të mëra. Dhe sa e kanë morë dhe kanë testu, kanë thonë, është ndiku uji. U ka prish uji ku ka folë fjallë të qia, këtu u ka bo uji, qetër uji, ma i pastër. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor ujin e frym, e ka legjitimu ujin mu fryje. Për çfarë arsye? Sepse Kur'ani ku bjen aty ndikon. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Me pas vrit këtë Kur'an kodrës e kish çapër xhims. Pi fuqisë çka e ka. E ti s'u bën të lumtur? Ti pse s'po bën të lumtur? Pse s'po tullzon, pse s'po drejton, pse s'po të qëtëson, pse s'po t'shty me kesh, pse s'po t'ban me moralin e pejgamberit sallam, sepse na nuk kena t'i lanë mundësi Kur'anit me na prek. Nuk ka problemit e Kur'ani. Yahdi bihi katiran wa yudillu bihi katiran. Allahu me këtë Kur'ani ju udhëzon disa njerëz shumë, e disa me të tjerë i devijon. Pengesa jena na, jo Kur'ani. Ti nëse nuk e konsumon ujin e thu, valla unë u dogja, po u dogja që ku e ki ujin? Pse nuk e merr? Për këtë arsye të ndëruar xhamat, shiko tha Alisam, tha fjala e mirë be. Sot na, vallahi mi kopras edhe me fjalën e mirë. Na nuk i thojna. Po be thot takzoj unë kët. Takzoj, a ke po. Nuk ja thot as bashortës vet, nuk ja thon në fjalë mirë. Thot Aisha radhiyallahu anha, ka hike, e ka dilke. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma shlonte një fjalë të mirë, ma hip ke disponimin. Kthehet na veç hin, e dini. Ka hike, ka dilke. Shlojë bënja, prish amore ditën të sa të kthehesh. Pastaj, e shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha, ka hike, ka dilke, një fjalë të mirë, çka të kushton be papare? Papare. E lumturon këtë familjen me një fjalë të mirë. Apo, na e thënë atë kundërtën. Runa Zot, pse? Sepse nuk kemi mësuar me e çmuë harmoninë edhe qetësinë e shpirtit. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyeti Sem'an al-Ansari, i tha ja Rasulullah, kallëm çka është bamirësia dhe çka është gjunahi. Çka i tha pejgamberi? Këtë bamirësia është sjellja e mirë, për të cilin thot Ibn Qayyim el-Jauziyje se sjellja e mirë buron nga tabiati i mirë dhe brumi i mirë, dhe sjellja e keqe buron nga djallëzia dhe kibri që e ka njeri. Pse një njeri rrimroll shumë non stop? Pse një njeri s'ju fol njerëzve? Ko kibër. Kibër ka. Pse një njeri u fol krejtëve? Pse një njeri u bështesh krejtëve? Shko? Nuk ka kur gjë me kërkan. Nuk ka mundësi dikush me të shirë strem, apo me të shirë mroll. Veç ai do me të thonë diçka, ai do me të përçur diçka. E ai që keti këshirë mroll, ai ka problem me veten. S'ka problem njerëzit me ta. Për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë i tha këtij sahabit, tha, sjellja e mirë është krejt vepra bamirësia të sën përpyeti. E çka gjunahi? Tha gjunahi është ajo e cila ha ke fi nafsik çpon si gjilpan me na vetit.
Gjunaj shpon si gjilpan kur i ban dikujt keq. Ti s'munësh me flet rahat sado që tenton kur ti ke bo zullum dikujna. S'munësh ti me vendos një stëkun tan, kokën tanë me qetësi ndërkohë që dikan se kilan rahat. S'ka mundsi. Ose në dunia ose në ahiret. Ama të shpon që tu, pasaj që ka tha alayhi salatu wassalam, dhe s'ki dëshirë me morë vesh njerëzit. Kini pa shpesha njerëzit vinë dilem, a o halal që kjo, a haram. A ki mërak me morë vesh njerëzit? A tu tësh me morë vesh njerëzit? Allah s'kam qef me morë vesh njerëzit, po s'kana halal. Ti edhe s'ki qef me morë vesh njerëzit. Ti kur e merë rogën, shka ki punue? Me tha njani, e kena zbulu që po mirë që rogë. Shka thu? Po punë e madhe, po roga jema, po paga jema. Ama kur e dishim çka thu, inshallah se morin vesh. Do me thonë halali është i qartë, haramja i qartë. Që ka thonë me mësram, el halalu bejin, el haramu bejin. Halali i qartë, harami i qartë. A e kini pa njëri e merë grynë e vete që hezë dunjajen. Kur e ka dashnore që ka ban, inshallah, që atje janë dështreja, që atje mos të mshohe. Pse? Se sa halal nuk është halal. Për këtë asyje të ndëruar gjëmatli, shikoni pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa qartë ka thonë, a tu ka përzi që ka në gjëna po? Ka thonë, apo të shpon dishka këtu? Kur të të shpoje këtu mrena, argumenton sa jo është gjuna. E lusim Zotin e madh xhelel xhelal që Allah të na largon pi gjunaheve, na largon pri mëkateve, na largon pri asaj që e hidhron Rabbul Aleminin. E lusim Zotin e madh që Allah të na ruan disponimin ton, harrejnë e shpirtrave ton, dëlirësinë e shpirtrave ton, tibun nefs, sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të jesh me shpirt të mirë, të jesh me shpirt të pastër. E lusim Zotin e madh xhelel xhelalu që Allah te bareke ve teala na ban prej atyre të cilët e dëgjojnë Kur'anin dhe e zbatojnë ata.